Skënderbeu ruajti pjesën më të madhe të grupit të sezonit kaluar, bashkë edhe me trajnerin Gjoka, që është një emër i njohur tashmë në futbollin shqiptar edhe në elitë, jo thjesht në kategorinë e parë. Ka një klub të organizuar shumë mirë, sepse duhet ta pranojmë drejtuesët Takajt janë njerëz që njohin shumë mirë futbollin, me shumë përvojë. Din të lënë trajnerin të punojë, din të ndërhyjnë momentet e duhura, din të krijojnë skuadër, të marrin futbollistat e duhur për të krijuar edhe frymë grupi dhe rezultatet po shihen në fushë, kështu që është lajm i mirë ky, pasi Skënderbeu i duhet gjithmonë superiores, jo vetëm për atë që dha në një periudhë caktuar që mund ta jap sërish, sepse në ndjenin time përfundon dhe pezullimi tashmë dhe mund të rikthehet nga sezoni i ardhshëm të garoj për në Europë. Kanë ekspertizën e suksesit, jo vetëm kampionat shqiptar, por e suksesit e Curisë në Kupat e Europës, ndoshta më shumë nga çdo klub tjetër. Me atë qëndrueshmëri se kanë qenë, hapat e para. Dhe ndoshta ky është e synimi, ndoshta ndaj kanë besuar një trajner ndër më të afirmuarit, por edhe në përvojë në Kupat e Europës. Absolutisht. Ka bërë shumë mirë edhe Gjoka në gjithë skuadrat ku ka luajtur. Kujtoj edhe duelin me Mourinho me Shkëndijën Tottenham. Është një trajner me eksperiencë shumë madhe, ka fituar trofe tek Skënderbeu, tashmë e ka marrë mos gaboj në gjysmën e sezonit kaluar, kështu që mision për këtë vit ishte. Një mirë skuadrën dhe kjo është një shenjë mirë, pasi mund të rikthehet në superiore dhe të jap VMC projektit, po themi, ato lojtarët e rinj cilësorë që ka plus 3-4 prurje të tjera të mira që Skënderbeu di gjithmonë ti përzgjedhi, mund ta bëjnë Skënderbeun direkt që të rikthehet si favorit edhe në superiore sezonin e ardhshëm.